Po vazhdo një lloj paqartësie dhe partive opozitare për shumë procese në cilat ka kaluar Kosova tash e 5 vite, jo vetëm gjatë këtij procesi sa i përket çështjes së presidentës. Pra, ka pasur një takim ndërmjet të Kurtit dhe Abdigjikut, këtë rast kryetarit të LDK-s, por që ai takim ka rezultuar pa ndonjë marrëveshje. Edhe tash ne prapë dëgjojmë, pra themi tendenca sqaruese, por në fakt që nuk ka një qëndrim të saktë të LDK-s sa i përket kësaj. Përderisa po flasim, sepse nuk po flasim për një periudhë që ka shumë kohë dhe mund të ketë takime, pra janë pak ditë në dispozicion, edhe ende pas 2 orë takimesh që ka pasur, unë nuk e besoj që Kurti dhe Abdigjiku kanë diskutuar 2 orë veç për një emër ose për disa emra. Çka është diskutuar realisht brenda këtij takimi 2 orë, sepse 2 orë besoj që janë shoshit shumë çështje tjera, jo vetëm tek emri i presidentit. Po, zonja Lushaku po e përmend shpesh konsensusin. Çka do të nënkupton te konsensus? A ka LDK-ja qëndrim ta zëm, një emër, qëndrim të vetë se si zgjidhet procesi? Apo e pret Kurtin, e pret një farë me Kurtin, që Kurti me ofru një kandidat, e në këtë rast me diskutu më pastaj LDK-ja mbi këtë kandidat, sepse kjo po them është shumë paqartësi e madhe. Zoti Koci përmendi çështjen e mosbesimit ndërpërtjak nuk është diçka e re në Kosovë, ma shumë se mosbesim është kalkulim total politik i partive politike, LDK-ja ka kalkulu shumë që nga nën shkurti, edhe kalkulimi pastaj ka ndalë që nuk i ka ndalë sakta, sepse përderisa tash po shprehni mirë kuptim, ose po e vlerësoni qasjen ndryshe të Kurtit, po e vlerësoni në një pozicion ku keni rënë në vota, pse se keni vlerësuar njëjtë kur keni pas ofertë qeverise, aty ka mundur të hyjë edhe çështja e presidentit dhe do të ishte zgjidhur pas në Kurtit, nuk do t'i humbte Kosova një vjet nga një qasje refuzuese e lidhjes demokratike të Kosovës. Prandaj po them që pozicioni sot mas këtyre takimeve edhe kësaj paqartësie, besoj që nuk e meriton qytetari i Kosovës, paktën si parti opozitare do duhet të ishte të qartë në qëndrim edhe t'ja bëni të ditur rrugën se si ecet përpara. Po. Shiko, këto paqartësitë në fakt kërkojnë qëndrime, po qëndrime në bazë të peshës. Unë ju thash që LDK-ja kish pas qef me qenë partia e parë edhe me përcaktu edhe procesin edhe me intensifiku dialogun, por nuk është partia e parë. Edhe tash ju po kërkoni që ne ta marrim Bajrakun, por ne kemi 15 vota. Do me thonë, duhet me pa qartë ku është pesha edhe kush është inicusi i krejt këtij procesi dhe përgjegjësia. Kështu ka qenë edhe në shkurt të vitit të kaluar. Do me thonë, partia e parë ka pas të gjitha levat për me arrit. Që ka pas më shumë vota se jo, por e ka pasur një qëndrim pas 2011. Jo, ne kemi pas qëndrim të qartë. E ka arrit një president atje. Nuk është gjithë domosdoshmërisht vota përcaktuese themi zgjidhjes çështjes së emrit presidentit. Mirë, unë po them që atëherë ka pas një koalicion, ka pas diskutime në kohë të duhur mbase, edhe me çaq vota e ka marrë postën e presidentit. Atë po e kërkojmë. Që ka përfunduar më pas, po si do të qoftë, herën e parë ka shku përpara. Po, ato po e kërkojmë edhe na si parti politike, po kërkojmë dialog, po kërkojmë marrëveshje politike, jo domosdoshmërisht. Po kërkoni me nda pushtetin në qeverisje, apo? Jo, nuk e thash, unë thash që gjitha diskutimet kanë vështrimin e presidentit, sepse për atë po diskutojmë. Po gjithsesi që na e kemi të qartë, konsensusin që ju e përmendet, konsensusi kërkon një qartësim të disa kritereve ku pajtohen partitë politike se qa është e rëndësishme për presidentit. Cilat janë ato kritere për se s'pe kuptojmë? Cilat janë ato kritere? Mundet me qenë një person, duhet me qenë, është personi numër 1 në Kosovë që është gardian i kushtetutshmërisë. Dhe normalisht që duhet me qenë dikush që nëse flasim për konsensus, duhet me qenë dikush që nuk i takon partive politike, që është profesionist, që ka eksperiencë, që e kupton rolin e vetë në sistemin politik, dhe pastaj të gjitha partitë politike dakordohen për ta përkrahur. A ka qenë gardian e shtetit Vjosa Osmani dhe a mund të jetë prap gardian e shtetit Vjosa Osmani në herën e parë e ka votu një pjesë e LDK-s, megjithatë kanë qëndru gjithë deputetët në salë. Kanë mundësuar. Kanë mundësuar edhe quorumin, po dhe votat.
disa prej deputetëve. Po, LDK-ja ka konsideru që duhet me përkra vjosën në vitin 2021 edhe atë e ka bërë, do me thonë, e ka bërë në momentin kër e ka votu. Ajo tash e ka pas mandatin, tani jemi duke folë për zgjedhjen e presidentit dhe deri në këtë moment, për sot, nuk kemi kandidatura zyrtare. Jo, është kandidatura e Zonjës Osmani. Jo, nuk është kandidatura Nuk është zyrtare. emër që e ka përmend një subjekt politik, po ajo ka ambicjet për një mandat dytë. Ambicjet janë legjitime të gjithëve dhe unë mendoj që ka shumë njerëz që kanë ambicje, ka shumë parti politike që kanë emra, sikur që edhe partia jonë ka edhe propozime emra kur të vim në atë pikë, po tani nuk është momenti që të japim vlerësime për asnjërin prej personaliteteve për aq gjatë sa nuk janë. Ne sot kemi parë edhe kandidatura vullnetarisht të paraqitura vetë, edhe ky është proces që i hap, edhe faktikisht është mirë me e lënë garën e hapun edhe me pa edhe vullnetin e njerëzve për të ngjitur në postin e presidentit, po e fundit. Kushtetuta e ka definuar që andaj se nuk vendi e